Ne besoj se jemi të përcjellë që to, por deri tani nuk ka ndonjë impakt direkt. Me rideklarimin e çmimeve që do të bëhet këtë vit do të shqipen sepse edhe njerëzit të cilët merren me importin dhe distribuimin e bornave këto, pra kompanitë farmaceutike, janë ato të cilat edhe importojnë prej dikun nga vendet evropiane në shumicën e rasteve dhe nëse ato i atakon direkt, i bie që edhe të ne indirekt do të ketë ndonjë atakim sa i përket të çmimeve të bornave. Po deri tani nuk ka ndonjë gjë e cila mund të theksohet se ka pasur një impakt direkt. Po impakti është siç e kemi folë edhe më herët, mungesa e shumëllojshmërisë së bornave në Kosovë, jo çmimet e tyre a priori. Po shikoni, fillimisht ka qenë kriju një lloj i një situate jo fort të mirë, sepse ka qenë për herë të parë, pastaj ja vendimet pak siç e kemi potencuar atëherë të ngutuna, por me kohën janë bërë revidimi disa vendimeve, ka fillu të stabilizohet çështja e vendosjes së çmimeve, nuk po them se është rregulluar plotësisht, absolutisht jo, ka shumë punë për të bërë. Ne jemi të gatshëm, ne sfundi e kemi pasur një takim këtu në Udh me ministrin dhe kemi ritheksuar edhe një herë gatishmërinë tonë 100% për të mirë të komunitetit tonë, për të mirë të qytetarëve të Republikës, cilëve ju kemi obligim shërbime sa më të mira edhe furnizim sa më të madh me borna të cilat ata kanë nevojë për shëndetin e tyre. Me shqetësim edhe ne i shohmi këto raste sa i përket SHKK-s, por edhe klinikave varëse të tyre, sepse për çdo ditë në për çdo, si të themi, është bërë një drejtore e shumë mediumeve dhe portaleve ku vërehen qartësisht mungesat dhe nuk e di për nga rrjedhin apo ku janë problemet më të mëdha, por shihet një menaxhim jo i mirë aty sa i përket kësaj çështje, me mungesat të disa bornave të cilat nuk kanë kosto të mëdha, por janë esenciale për nevojat e qytetarit, në këtë rast të pacientit. Po për mos më lëshu në secilin veç e veç, shihen ju mjaftën edhe nga mediumi juaj, po edhe nga të tjera shihen çdo ditë mungesat të cilat nuk janë mungesat të cilat ata dëshirojnë disa jojnë, po prej burimeve të brenda SHKK-s i marrin dhe shifen se ka mungesë të bornave. Sinqerisht to nuk e kuptoj, e kam thonë me 10 herë, se të jetë buxheti 125%, 130% më i madh për blerje të bornave nga lista esenciale dhe gjithashtu mungesat të jenë shumë të mëdha se vitet paraprake, këtu është gjithçka mendoj që është nga dora e njeriut, nuk ka të bëjë me ndonjë fatkeqësi, si të themi kështu, natyrore apo diçka tjetër, por është dora e njeriut në pyetje dhe këtu duhet të kihet parasysh dhe të mirën mosa në radhë parë administrative për ata të cilët bëjnë keqpërdorime.